Sot kemi ardhur për të përkujtuar njërin nga luftëtarët e parë të luftës antifashiste nacional shqiptare. Ne përkujtojmë në këtë 79 vjetor, sepse vitin tjetër është 80 vjetori dhe mendojmë që bëjmë një aktivitet më të gjerë kushtuar Bafassanit dhe luftës partizane, po njëkohësisht edhe për kushtimit të familjes ndaj këtij heroj, ashtu siç mund të japë kontribut edhe bashkia, sepse busti i tij sot ndodhet pranë familjes, por në një qeramik ku kjo kërkon atë ndihmesën nga bashkia, por edhe nga prefektura dhe nga qarku, që busti i Bafassanit të kthehet në bronz dhe të vendoset në një nga pikat më të gjukueshme në qytetin e Kukësit. Kjo është një biografi e shkurtër që ja bëjmë sot Bafassanit, që ne e nderojmë dhe respektojmë si organizatë e familjes dëshmorëve, njëkohësisht edhe si organizatë e veteranëve, por edhe e pushtetit vendor. Vitet që u vrave kapin 79, pa numëruar ato që të dhanë emrin bab, ashtu ngelet siç të kanë thënë e historia fletet i hap. Për heroin e popullit fjalët nuk mbarojnë, si burr sojnik dhe luftarak, Luma, Tirana, Shkodra s'të harrojnë dhe prej kaq vitesh ngelesh prap barak. Familja dhe gjithë parafisi u vunë në shërbim të luftës për liri, pushka dhe murtaja herojt Forti Krisi dhe shtëpia ju doq ju bon shtrum e hi. Luftoj për vatan, edhe për liri, kur nuk u bikësua nga ato që ndodhen, e la gruan me gjithë fëmijë në këmbë për Tiranë e pasaj me Shkodrën. Vërtet Shqipëria e përzu nazizmin, por lufta prap s'ka pushu, burrat si ky e kanë heroizmin e nga kjo luftë kur s'janë largu. Limthi Kolesjanit atë 23 mars, lëshoi hon që pasoi gjallica, të fresh Kukësi ka për ta pas, se kjo është vend që rrit Petrita. Ashtu thjesht, pasas dhe veteran, familje dëshmorësh dhe ushtarak, herojt të popullit respekt i ban, po kjo ne na duket shumë pak. Do të ishte në nderin e shtetit shqiptar, do të ishte respekt për popullin kukësan, të derë në bronz babën për ta parë, ashtu siç ishte vërtet vegan.